A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E lexojmë Shifai Sherifin, librin më të bereqetshëm ndoshta që është shkruar në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Siç e shihni, temat janë traditura shumë mirë, e ne pse jemi te tema e parë, ky dietar i madh prek ndo tema që vërtet s'na ki shku asnjëherë ndërmend me mendu kështu. Ka mbledh shumë mendime të bukura, thënie të ulemave, hadithe të bukura e kështu me radhë. Ta ngjojmë me vëmendje, ta ngjojmë me një koncentrim të mirë, që ashtu edhe e bëjni këtë kur e thom nuk do të thotë se kam dëni vërejtje, stakfirullah, po. Edhe përkundrazim gëzon fakti se e vërem që Allahu Teala jep bereqet në këto derse. Pika e vërejsh, e ndjem jetët tona xhemal, mu mrejnë që te në kraje. Pijavës kaluar, kur i marë mu të spajt, dhikër e bëjmë Allahun, stakfirullah, la ilaha illallah, më kujtohet thënja e dersit të fundit, me përmendjen e pejgamberit dhe sahabëve, qetësohen zemrat. E në ma pa vërtet, pak e kujtojsh pejgamberin, pak sahabët, duket ka ma shumë efekt se sa dhikre tone me gjuhët tone kitë gjinafe. Hajde, aleikum selam. Abi e seli mund të alirëm një vend, që ata i mund të angushtem pak. Allah i se vap. Kur përshkruhet në hadithe, si ka qenë mejlisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta jenë me u duket ma heshëm, rejrat. Kur e kanë pyet dhe një sahabi si ishte mejlisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nëse kina mbri, aty këshu kalon, mes reshtave, i madhi respektoheshte, e ne me të voglin ishin të mëshirshëm. Tamam. Edhe neve, kur vendin jo pak ma i madh, se va po me alirau vendin, se kjo nuk o xhamia atje për tu fal. Aty di bëjmë ibadet Allahu xhelle xhelal. Atë kush vjen i parë jeze safin e parë, vendin më të mirë xhamajës apo. Ama këtu haxhilerët, tarse s'ka mjekër të bardh me ndysh se i ri duke haxhi është. Haxhi apo duhet me i liru haxhilerëve vend. Mirë. Do me thënë, Allahu Teala lishon bereqet në këtë ders, këtë mezhlis që e shofim efektin edhe njetët tona. Si tha dersin e fundit, dhe me atë mbaruam dersin, surja Ra'd ajeti 28, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, kujdes, ta dini se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Dhe Imam Mujahidi i madh, çka kishte thënë me përmendjen e pejgamberit dhe ashabëve? Thënë kur ja bësh muhabetin atyne, kur do mbash ders për ato, kur dhe lezosh jetën e atyne, po dhe qetësohet shpirti edhe zemra. Në vallaj që ashtu ndodh, elhamdulillah. Po, jep Allahu Teala bereqet se edhe e ruajmat terbije usul i thujnë. Pleqt, arabisht është kjo fjalë, usul, do me thënë i ruajmë parimet e në atë respektin që duhet të ketë mezhlisin. Jo për atyne para që e përmendat, matë madhit me i liru vend, po edhe, shif, elhamdulillah, veç hoxha flet, qitapet për para, ju në gjojni, nuk kundërshtojni, me gjithë dashni vini, me respekt, me modesti, e në unë mundohem qështu, dhe njerë gabojmë, në arshet gjuha, që ta korrigjojmë mirë mund të këshif, Allahu Teala ma kujtoj kështu të bëjhyrjan, janë dersin e kaluar një gabim, atë gabim veç hoxalarët ndoshta e kanë kuptu, apo, unë kam dash thomë ndryshe, më ndryshe kam thanë, nese nuk o dhe një gabim i madhë sa për tu, ndoshta ama, më vajnë bare për hoxalarëve dhe thënë, hoxha nuk e din këtë. Kur thëmë, eshedu enne Muhammedur Rasulullah, jo, kam thënë se i eni e bonat Muhammeden, nuk enneja e bonat Muhammeden, ta lezush me et, ama. Mirën e këtë ta, korrigjëm, po ta bëjmë një korrigjim qeter, se në fund, duket pak unë zefë muhabeti, ajo kjo i bonëm do s'kena këtu me kuletra, me senë, se më kësdi si aji. Brenda kësa jave nja 5-6 raste qera ndodhën, bile njani më tha që far njeri, far hajvani më tha njani, halal e ka, kat me kat, si do se dhe letëm shaje, hitë së më intereson. Ama, vërtet gjëmat kina probleme me këto, gjithë bëhet hali. Ani ali se ndrun figurën e hoxha lajkit, hoxha ta shu duket njerëzve që duhet të siguroj një banes, një spital, o s'kemi, me pat, me njëherë, po s'kemi. Ama tash të bëjmë atë korrigjim. E unë kur e kalzova kuletër në javën e kaluar e pata se denar s'kisha, po ato qerat, elhamdulillah, tamam, më keq kuptojni. Se ajo ndoshta pak u keq kuptu, dikujt i ka gjina, jo, rej rat.
Mirë. Tash mund ta fillojmë dersin e ri, si thash, i ruajm usulet, parimet, terbijet, prandaj Allahu Taala na jep bereqet. Ulemat e vjetër kanë thënë, men terakel usul, hurrimel vusul. Shif sa fjalë e bukur. Kush i lën usulet, terbijet, parimet, Allahu Taala e pengon ta mbrije rezultatin, bereqetin. Tamam. Prandaj edhe neve që kështu, Islami mësohet në mezhlis, në ders, rezerva e fundit duhet jetë dersi në YouTube. E dha dersin 1 saat që është, jo me shorca 30 sekonda, 1 minutë e gjys, nuk mësohet ashtu, nuk parashtrohet në koment TikTok, hoxho, ku e di si ta fali namazin, jo, vërtet duhet me dhanë mund, dë shkojmë dhe kalim rabën, dhe shkojmë derin kam, hoxhës derin xhami, e ndja kalëzysh halis meselen, pen A derin zhë, që unë e një ta kuptoj mirë meselen, apo hoxha tjetër, ta shoh në sytë e tua atë gajle, atë stres, apo atë vullnet për ta mësuar atë mesele, e në mapa ta jap përgjigjen, e në çashtu do ndikojo ta në jetën. Këto me mesazhe në WhatsApp, në status TikTok, frek ato, që ata e mësoj, që ata e harësh, pse s'ka bereqet ajo. Tamam. Mirë, neve inshallah që kështu do mësojmë fen islame dhe tash vazhdojmë prap Allahu Teala si e lavdron Muhammedin a.s. po sot edhe neve si ummeti i tij do kemi hise nga ky ders. Allahu Teala thot, Surja Ahzab, ajeti 45-46. Esta'idhu billah, bismillah. Ja ejuhen nebiju, o pejgamber i dashur, në klapa këtë vem. Inna erselnake shahiden, vë mubeshiran, vë nedhira. Neve me të vërtet ty të kemi dërguar si shahiden dëshmitar, mubeshiran përgëzues, vë nedhiran dhe qortues. Këto i sqaruan pak një ajet i ngjashëm edhe dersin e kaluar. Vazhdon tash. Wa da'yan ila Allahi, dhe thirrës për te rruga e Allahut, bi idhnihi, me urdhrin e tij, wa sirajan munira. Dhe thot tash ky dietar i madh, Allahu Taala në këtë ajet të bukur i ka mbledh disa cilësi të pejgamberit. E para ishte shahiden, dëshmitar. E treguam dersin e fundit, apo pejgamberi alayhi salatu wasalam i shkojnë veprat tona dhe është dëshmitar për veprat neve që i bëm. Mubeshiran na përgëzon, kush e ndjek rrugën time do jetë në xhennet. Wa nedhiran, kush bën gabime e qorton. Se pejgamberi i takon edhe kjo. Wa da'iyan ila Allah, dhe thirr në rrugën e tij. Molla Ali al-Qari rahimahullahu taala thot, si është thirrës pejgamberi alayhis salam? Në 3 derexhe. E para me sheriat, në thirr njerëz të besojmë Allahut. Sheriat xhamat do thot çdo ligj i Allahut. Me namaz, me abdes, me hax, me zeqat e kështu me radhë. Mapa, në thirr tash këto shprehje sot kanë deviju totalisht nga ajo që ishte në kohën e selefëve dhe pejgamberëve. Mire po, ja neve nuk duhet na vijen bare pe termeve, apo nesër mbas nesër dikush do e keq përdore Kur'anin, si kanë filluar ta keq përdorin. Atë na vijen bare themin Kur'an kalon. Tamam. Këto janë 3 rrugë që pejgamberi alayhis salam i ka mësuar. Një, sheriat. Ai hadithi i Xhibrilit, apo ma mëso mua islamin, imanin edhe ihsanin. Këto kanë edhe emra tjera, cilën e mëndush përdore, ama pejgamberit që këto na i ka mësuar. E para, sheriatin, namazin, abdesin, ndjehesh mirë, namazin dhe e falim. Ke koncentrim, s'ke koncentrim, do e falish. E dyta është, thot Molla Ali al-Qari, tarikat. Sot mo ka devijat totalisht ki emër. Allahu Taala e ktheft këtë rrugë, halis si ka qenë ma para. Vaktin e selefëve, vaktin e ulemave të mëdhej. Çka është kjo? Kjo kadal me u mundu, me i luftu ato ndjenja të këshia brenda, që mo të arish këtë të tretën, që dhe me këtë ka thirr pejgamberi, hakikat. Iman i përkryer, i vërtet, mo që edhe vezvese, cytje, gjoja, sent, të këqia nuk shkojnë ndërmend. Hoxha e mi dashur me një shembull shumë bukur e sqaron këtë çështje. Thot sheriatin që e ka mësuar pejgamberi alayhis salatu wasalam është që na ka thënë, çka na ka thënë pejgamberi? Mos gënjim. Kjo është sheriat. Mos gënjesh është sheriat, ligji i Allahut. Kjo e dyta, ihsan ose tarika që i thonë, është me luftuat ndjenjen e të gënyerit që e kem brenda. Dë njerë të vejnë apo dë një situat, ama të shkon ndërmend gënjesh. Shkon ndërmend për pak e për shumë, për këtë e ko gjë dë njerë në gënjim. Ato se janë turë që i thunë renat pemta, s'ka në gjyrë rena, apo rena është ren. Cilat situata më duket në Riyadu Salihin kaloj, kur mund të gënjim, për me i pajtu dy njerës, për me i mbajt raportet mirë, shpjek shumë e ratë. E me i thonë, ma e heshme e dy njësë, nuk ishte ren, apo, po.
Po vallai nuk o rren kjo. Ma pa thuj, po për mua ashtu është, ne kjo nuk shkruhet rren apo. Po për neve gjë më e bukur është feja islame, sheriati. Në aspekt njerëzve po mund t'i thujmë ashtu. E kjo e dyta ishte me luftuat ndjenja dhe e treta mas asaj lufte, të kesh fituat luft, e treta as pak mu të dhvija jo ndjenja me gëny apo me rejt. Kjo është imani hakikat. Këtë e kanë pas sahabët. Sahabët këtë iman e kanë pas, pejgamberet e ljarë këtë iman e kanë pas. Tamam. Mirë. Tash fillojmë me hadithet që kalojnë në këtë kapitull. Ata ibn Jesari, rahimahullahu ta'ala, tregon, e kam zatek Abdullah ibn Amr ibn Asin, qfar bereqeti, subhanallah, si me e bua me laf. Sot në gjuma, e kisha unë e dersin, u përmend Abdullah ibn Amr ibn Asi. Dhe thamë se, ishte pej djetarve të sahabive, madje, hafëz i haditheve, po e Buhurera qka thoshte? E Buhurera thoshte, kitve vakom kalu me të mbajt me ment hadithet, veç Abdullah ibn Amr ibn Asit ja kom prisnat. A edhe me të mbajt me ment ishma i force unë, pse? Se kishte edhe shkrim lexim. A edhe i mbante ment, po edhe i shkruante hadithet. Pe këtu çka del se vaktin e pejgamberit dhe sahabëve janë shkruar hadithet. Prandaj kur dio dalin në internet, hoxhallar, as hoxhallar nuk janë, po që do u thujnë, nuk janë shkruar hadithet në vaktin e pejgamberit. Ato janë shkruar 200-300 vjet mbas pejgamberit. Pse tu besojnë aty në haditheve? Ta dini se gënjejnë. Tamam. Abdullah ibn Amr ibn Asi ka qenë një prej shkruesve të haditheve. Ja, ky ata ibn Jesari nuk e ka mbri pejgamberin, po e ka mbri këtë, Abdullahin. Dhe thot, më trego pak për cilësitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai thot, po si me njerë. Vallahi, ai është i përshkruar edhe në Teurat, një lloj si ka qenë i përshkruar edhe në Kur'an. Do me thënë, do ajete kuranore, do ajete teuratore të themi, nga Teurati original i vërtet, që ka zrip Hazreti Musës. Kanë qenë të njëjta, si janë edhe të Kur'ani Kerimi? Jo në... Po parashtrohet pyetja, pika dhe e di e ky njeri Teuratin. E po çfarë themi be xhamat, ka qenë nga dietarët e sahabive. Kanë ditë edhe gjuhë të huaj këto njerëz. Dhe ky ka qenë nga të mëdhejt e Kureshit, ka qenë gjali i Amr ibn Asit, që Irani dhe Shiat sot në e shajnë neve atë, duhet t'i dim këto xhamat. E tash ky është gjali i atij, familje e zgjedhur, të ngritur, e në fetarisht, po e në me dije. Normalisht se gjali kështu dhe dale. Shkon e mëson edhe Teuratin përmendesh. Bile e ka pa, tregon në te Bezari kalon, vetë tregon ky Abdullah ibn Amr ibn Asi. Thot e pash një andër, se në një dorë kisha mjalt, dhe në dorën tjetër kisha mish, me yndyr, thot, seminen, do thot mish, halishon, ne hoxhallarët që i kemi qifa, me të nxime, kështu. E tashojmë nga cilët hoxhallarët jemi. Fillon t'i lëpije të diet. Edhe këtë e lëpin lugën e merr e shtin në mjalt, po edhe këtë tjetrën, dhe se kupton komentimin e kësaj andre, shkon sabat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E çfarë luksi ka pas, subhanallah. Juve në vërtet ju ndodhin sende, veni hoxho gjit bëj. Ku e di unë, nuk e shoh të ardhmen apo. Ja, nese mund të parashtrojmë pyetje që kalojnë në për qitape, namazi, abdesi, haxhi e kështu me radhë. Mirë. Dhe e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam komentimin e ëndrrës, thot mjalta ishte Kur'ani, Teurati ishte çaj mishi, tamam. Domethënë ti do dish pe të dyjave të mbajsh derse të japish nasihate. Pse do t'i dish që të dyjat. Mirë po sot më Teurati vërtet pse nuk ekziston, ai mos gaboj do kur shkoj të lexoj edhe nëse, ma pa kur e shofish bëhesh ka këto zullumqarët ande apo. Po, i kanë ndru cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirë. Me po Kurani ishte mjalta. Ulemat kanë thënë se është më i ëmbël. Apo se i zripi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu më të ëmbël në botë. E tash neve lexojmë kitabin që është shkruar për atë. Që në Kur'an thot Allahu Teala, vazhdon tash ky hadith. Ja ejuhen nabi, o pejgamber, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, çat që lexoj. Ne të kemi dërguar ty si dëshmitar. Tjetër si mubashiran përgëzues dhe si qortues. Tash vazhdon ajeti në Teurat. Thënë kjo pjesë e Teuratit është njëci në Kur'an, Teurat tash ka edhe disa cilësi qera. Çka thot? Wa hirzan lil ummiyyin, dhe mbrojtje
për arabët që janë pa shkrim dhe lexim. Ente abdi wa rasuli, ti e robi jem dhe i dërguari im, se mejtuke el mutevekkil, ty të kam quar njeri që mbështetet te Allahu, mutevekkil. A ka ndonjë njeri jemin që e ka mutevekkil? Tamam. Jo. Mutevekkil është një për emrave të pejgamberit. Lejse bi feldhin, ky pejgamberi im i dashur nuk është i vrasht, wala ghalidhin, as zemër ngurt, wala sakhabin fil eswaq, as që bërtet dhe ngre zërin në për rrugë apo në pazar. Pislon, kitë muhale e këtën krejnë ka. Pejgamberi kështu s'ka qenë gjema. E dini sa herën vjen si situata, apo gjene ne hoxalarët që kemi punë me taleve. Tash, telefon së mba, fmi, mduhet, e shof se kalon që aty ka qaj muri. Dal të dera, njerë një fish klajnë, fjutja, bëj, pejgamberi se ka bëkët. Ose të bërtas, të temi, Mehmet, ja, dë më gjënë kërëshit, unë dë njerë, do shtë edhe kom bërtit. Nuk themi se gjdo herë jemi në këtë akhlak, ama, kur më kujtohet pejgamberi si ka qenë, du të thiri, thome, shkojmë, s'kemi gjithë bëjmë, apo. E tash nëse në pazar nuk ka bërtit pejgamberi, pa në gjami të mbajt dersa, bërtet be buri mas. Ho që ke thonë vetës. Dhe ti shurdhojnë veshët, be gjemat. Ti shurdhojnë veshët. Tash që kalojnë, matura, 3, të ndikën, Allah ju të zërë. E tash mbaj një mend. Qka është aktuale, me njerë këto për Instagram, për TikTok, për viewsa që bëjnë derse, me njerë, ho që a mund, pytje TikToki, a mund një rritë marre pjesë maturën, nuk duhet be një hoshti i fole këto punë. Gjëja e vetme, duhet në ve gjuna, Allah i mëshiroft, Allah i udhëzoft, e në një ditë ta kuptojnë këtë gjunaf, këtë gabim. A kanë nevojnë ta diskutojmë se çfarë gabimi jo që të marrish pjesë në maturë? Jo. E në mos e prek njerin tel. Ai 7 muaj që këtë natë e pret, ka shku odella ka vesh, ka blejt, ajo qetra gjunaf janë 100 ditë e ka prej qatë fustanin ti qepet, e ti tash pa fol për Allah, për pejgamber, dritë ta prekish në matur, shumë gabim është gjema. Ta kthejmë filmin edhe neve mbas, ato ditë, dhe një hosh ta kishim gju. Ja, une? Nejse, nuk e kom për matur, e s'ta këfyrla, për ma herët e kom, tamam. E kisha qif një futbaler, gjithë bëm. E ne kaloj ta shkoj, në orë të mësimit. Gjumon, tamam, du shkojmë ta fali, mama, se e falë qatë, nejse, u mur vesh kitë, me një gjami që ishte afer shkollës aty. E tash, presim ta falim gjumon frek, në orë të mësimit të shpejtojmë se e kishim një profesor, më thoshte, shkon në Afganistan. Pi ati e di se Kandahar, ku o Kandahar? O në Afganistan. Pi ati e di, pi profesorit të një lande tjetër e di se Kandahar i qenë ka në Afganistan. Ashtu në thoshte kur vonoheshim në orën e ati. Që unë e gajlen më vonohem, e me filma qera jetojmë, du t'i bëj flokët se e futbaleri, atë futbaleri edhe u shumë, cëllën ekip shkonën ka jo ekip në aviatësha, bile në për një ekip në Amerika, në aviata kote kote, nuk o Messi, reni ratë, Messi këto, trit. E në, vesh kur të më those, gjematit i tha, sot trit i bëjnë frizura si David Beckhami. Ma preki David Beckhami. A unë tash e kuptoj se Hoxha ka dashtu si diçka shumë të mirë, se një ymeti pejgamberit a.s. Ska shka ta imitoje një kote njeri. Ama, te pa me fol pak për pejgamber, për Allah, trit kanë qera filma be gjemat, nuk hyet me njerë të frizurat e futbalerve që imitojnë. E që ndërës Riyadu Salihin kaloj, se si duhet muslimani ta ketë frizurën. E shqyr që vjen njeri ndërës, ka ardë gjuman ta fale, e në basë gjuma e të shkojë ndoshta maturën da festoj, të e nëtë gjuma po fole për maturë, doje kita gjeltëri. E njën me pat njeta i të krije për i natin tënë nuk dë kthe. Duhet vallaj shumë të kujdesshëm me qenë. Unë e të pak të në këshu e kam këtë metodë. Kullun, ja amelu ala shakileti. Duhet me gjuna, me mëshirë, se edhe neve ishim, që ashtu të qorodisët hupët gafila. Allahu ta'ala në i hapi syt, elhamdulillah. Do me thanë, pejgamberi nuk ka bërtit as në pazar, as në rrugë. Wala yetfe u bisej seje, dhe të keqe nuk e kthente me të keqe. Mirë po, a i falte dhe toleronte. Tama, bëjte si kur nuk shef. Dhe Allahu Teala, pa e udhëzuar milletin e devijuar, nuk do t'ja marre ati shpirtin. A ndodhi kështu? Janë nga Teurati. Arabët kanë qenë shumë të devijuar. Kanë qenë gjahila. Mushrik kanë qenë,
çato arab bëhen musliman e ma pa pejgamberi alayhis salatu wasalam e dorëzon amanetin. Si të bëhen musliman, si të shpëtojnë duke thënë la ilahe illallah. Dhe me atë la ilahe illallah dhe me atë pejgamber në Teurat vazhdon ajeti. Allahu Taala do t'i hap syt qorr, veshët e shurdhëra dhe zemrat e vulosura. Një lloj si ndodhi, ndoshta edhe me neve. E afërt me këtë përmendet jo vetëm nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, por edhe nga Abdullah ibn Selami dhe Ka'b el-Ahbari. Këto dy janë sahabë që më herët kanë qenë jahudi. Tamam. Nëse edhe prej këtyne transmetohet kjo, atëherë kuptonja se me të vërtet në Teurat kanë kalu këto. Këto kanë qenë dy jahudi, edhe nga ulemat e jahudive që ma pa bëhen musliman. Bile, Abdullah ibn Selami, kur vjen të bëhet musliman, pejgamberi alayhis salatu wasalam bashkë ditë e kalon një takim me jahudit. Dhe i thot, pasi e pranon islamin, thot, a do presish këtu? Urnoj ja Rasulullah. A do hysh mbas që kësaj perdes pak në qefesh? Si jo ja Rasulullah. Çka dush thuj ja, më njerë dhe e bëj. Në qefet mbas perdes buri madh. Hiç nuk e pajt pse, a call dukem, jo. Në qefu që këtu më njerë. Tamam, vin jahudit. E tash debat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E thot pejgamberi, mirë, thot, ju si e dini Abdullah ibn Selamin mesin tuaj? Dietar më i madh, njeri i mirë, takva. Po thot, çka do thosë ai? A do i besojni? Po si jo. E thot, a ka mundësi dalish Abdullah? Del Abdullah i thot, unë jam bo musliman, pranoni edhe ju fen islame. Jahudia si jahudi, me njerë në atë moment, po ti ke qenë më i keqë. Te s'ke konë dietar, te ke konë bidatçi, te ke konë mushrik, do fjalë të ngjashme pak e në sot që nasi. Apo? Me unë grejt për i vori do hoxalar sot, që lavdrohen edhe në rrjetet sociale. E në me i pajt hoxho, hajbe fol pak, kush ka konë imam Maturidi, kush ka konë imam Esh'ari, rahimehullahu ta'ala. A ke konë në taj pro aty une po? A dushen të bashkuesh me ato në xhenet? Po dhe thunë. E po ki qetri u pëkut të i shajt këto. Ki qetri thot qafir mushrik bidatçi këtyne, ama në tajt lavdron. Unë së ne kuptoj këtë. Po vallaj xhamat një hoxh që di muj ka studiu për fen islame. Që këtë kontradikcion e kupton, së një japë sqarim që kësaj. E në mduket dëvdes, halasën një japë sqarim. Allahu Teala na rujt në rrugën e Imam Maturidit dhe Imam Esh'arit rahimahullahu Teala. Amin. Mirë. Në një hadith tjetër kalon edhe kështu, edhe disa tipare qera që kalojnë në Teurat. Shumë ngjashme që nuk është fjalos, nuk ka fjalos me xahilet. Unë ati do t'ja zbukuroj rrugën, thot Allahu Teala. Do t'ja dhuroj krejt sjelljet e bukura. Veshjet të ti do t'a bëj qetësinë. Do me thënë edhe kur dehes në rrugë, do duket se është njeri i qetë, i urtë. Unë që këto ti pare xhamat, jo sa pejgamberi, astaghfirullah, po vërtet i shifshat e hoxha jem. Me orë të tëra i qetë. Një sahat folte do njani, që nuk din ma shumë se hoxha jem, e ngjonte deri në fund. E mo gaboje dhe kush më xhallat të sodit, si unë edhe qerët, baj 2 minuta të folni. 2 minuta, shef timer mbaj, 5 sekonda. Nëse këtë mbaj për viti. Baj 2 minuta, ja, s'kemi ne sabër. Themi, aj, të lutem, mo që a mund tunde të flasë. Së ndurojmë xhamat, pse si jemi të qetë, e ajo që si buron në zemër. Allahu ja ka dhënë, s'kemi çka të bëjmë. Tamam. Nishan do ta ketë veprën e mirë. Kudo që ta shofish është duke bërë vepër të mirë. Kush? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Zemrën do ta ketë takva, logjikën do ta ketë plot hikmet, domethënë mendja e tij këtë hikmet dhe natyrë, tabiat do ta ketë të jetë i sinqert dhe vefa. Vefali do thot njeri besnik që nuk ta the premtimin. Ma pa që këto faljet i përmend i drejt e kështu me radh vazhdon pothuajse hadithi i njëjtë. Në një hadith tjetër, përsëri nga tipare që i kalojnë në Teurat për pejgamberin alayhis salam, Allahu Teala kështu ka thënë në Teurat: Abdi Ahmed el-Mukhtar. Ai është robi im, do ta ketë emrin Ahmed. Do ta ketë emrin Ahmed el-Mukhtar, do jetë i zgjedhuri. Mauliduhu bi Mekke. Lindjen do të ketë në Mekke, do me thënë vendlindjen në Mekke. Ve muhajeruhu bil Medine, do të bëj hijret në Medine. Tamam. Ummetuhu el hammadun lillah ala kulli hal, dhe ummeti i tij do jenë njerëz që e falenderojnë Allahun në çdo hall, në çdo gjendje. E tash normalisht që
do jahudi dhe dietar që kanë qenë në atë vakët, kur e kanë pa pejgamberin al-Islam, kur i kanë pa rrethana se çka të ndodh, nëse i ka besau Teuratit vet, me një rabo musliman. Pse? Në qitapin e vet kalon ja, me njerë. Kështu, tamam adresën ta ka dhënë. Emrin do ketë Ahmed, Muhammed Ahmed është emri i njëjtë. Vendlindje në Mekë, hijret do bëjnë në Medinë. Dhe ummeti i tij duhen që e falenderojnë Allahun. Ja, çuditet Skandinavia apo Skandinavi. Truall ish bo fëmija o xhamat. Truall, hiç, s'u gjend trupin e djalit vet. E keni pat video, thotë ç'kjo djalim? Unë mendoj se saksin ban në dorë. Gjenazën e djalit vet e mban, subhanallah. Ama thot elhamdulillah. E që ummeti Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ja pse jahudit e kanë prek Teuratin. Kitë bota dhe ishbo musliman. E në këto gjendje bile din t'i bëjnë hamd Allahu gjelle gjelalu. Veç ummeti Muhammedit a.s. e bënat. Aman edhe neve t'jemi ashtu. Allah ja rabi mona s'provo, me ato s'prova, jo. Allah ja rabi mona s'provo. Ama, barem dim të bëjmë hamd pak kur s'muhemi. Një dytë kolme, një grip, një promaj. Neve me njere harim hamdin. Tamam, elhamdulillah ala kulli hal duhet me thanë. Edhe kur s'muhemi, po edhe kur jemi të shëndosh. E ne kur s'kemi pare, e ne kur kemi pare. Edhe në xhami, edhe në rrugë, edhe në shtëpi, çdo kund duhet me thënë elhamdulillah se në Teurat që ashtu kalon. Ne jemi ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allahu Taala thot në Kur'an, Surja Araf, ajeti 157, 158, Elledhine yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi. Ata që ndjekin pejgamberin, i cili është el-ummi, s'ka shkrim lezim. Elledhi, kush është ai persona e dini? Yejidunehu mektuben indehum fi Teurat, atë pejgamber që është, do me thanë, jo analfabet, si thimi, pa shkrim lezim, ai pejgamber që është pa shkrim lezim, i besojnë sepse e gjenë të shkruar të qitapet e tyre në Teurat dhe Injil. Do me thanë, jahudit dhe krishterët vaktin e pejgamberit që janë bën musliman, Allahu Taala tash i lavdron në Kur'an, thot i besojnë dhe ndjekin këtë pejgamber pse kanë gjetë të shkruar në qitapet e tyre. Do me thanë, ka qenë krishteri sinqert, i ka besu librit vet, dhe ka pas se kjo që ashtu në librin e ti, e shese, po për këtë bëhet fjalë, usos puna, unë do t'i besoj këti. Tash vazhdon Allahu Taala, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ai pejgamber që është i shkruar në Teurat dhe Injil, i urdhëron njerëzit në punë të mira dhe i ndalon nga punë të këqija. E shef një krishter i sinqert i asaj vakti, apo një jahudi i atij vakti, po pejgamberi me këtë punë merret. Hiç nuk tha puna është farz, lene xhuman, shkon provim, hyn anglisht, shqip, matematik. Jo, nuk e tha kët. Merret vetëm me punë të Allahut xhelle xhelalu me ahiret. Ndalon nga punë të këqija, thot më bën zina, mos tradhto, mos rrej. Tamam. E kyçen kam duket ai Ahmed el-Mukhtari sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha. Do cilësi qera. Ai pejgamberi ja bën halal muslimanëve gjërat e pastra. Pejgamberi ja bën halal gjërat e pastra dhe ja bën haram gjërat e përlyera apo fliqësirat. Kush e bëj ka kët? Pejgamberi. Kush e thot kët? Allahu xhelle xhelalu në Kur'an. Tash ky njeri që thot ty Kur'ani më mjafton. Halal haram mund bëj veç Allahu në Kur'an. Kush është pejgamberi të mcaktoje unazën nga altani e kom halal apo haram? Që thot faktikisht e mohon Kur'anin xhamat. Ani, ju lutem mos u mashtrojni. Ndjekni atë këtë stil të dersit të thujemi të fesë islam. Si na ka ardhur 1400 vjet. Ama në asnjë aspekt, edhe në falmet ndryshe jo, edhe që këto idejat e reja pa hadithe jo, 3 vakët namaz, njëni piktu nga kallëzoj, 3 vakët namaz, tash kanë njërin Tetov, fal 3 vakët namaz. 5 herë në ditë thaj rezanin Tetov, ai 3 vakët i falin namaz në Tetov. Unë çka s'e marr vesh. Po e njëjta ishte për tu qesh, kur imami i xhamisë ngrente durrët deri në vesh, ki nuk i ngre durrët një vesh. Problemi është i njëjti. Imami nëse ngren gishtin në tehijat, tu e than shahadetin, illa Allah pa than kur e ul, edhe neve u desh të njëjtën ta bëjmë. Imami kur jep selam në të gjathë, edhe neve do japim bashkë me imamin selam në të gjathë. Si ishte qesharake ajo, është qesharake edhe kjo. Mirë po, shkaku i moshës, ju e kapët bashkë duket atë fas që kjo reklamu ma shumë në internet, edhe më duket sot rinia pak edhe u mashtrua, që do thot, na je pak edhe një
argument neve, duke tash rinia tjetër që rinë në Instagram dhe TikTok, duke dhe hanë thekën e këtyne qerve. Ama beso o loçka i hotës. Ai që thot në hadith nuk mund bëhet diçka farz ose nuk mund bëhet diçka haram, o Allahu Teala be këtë thot. Ai pejgamber besimtarve vaban gjërat e pastra halal, o yuharrimu alehim al-khaba'ith, wa ban sendet e përlyera haram. Do me thënë, unazën e altani që se përdorim neve burat, nga hadithi e kemi. Mëndafshin që se veshim neve, i pek që i thujnë turqe, nga hadithi e kemi këta, po. Që së martohemi në të njëjtën kohë edhe me gruan që e ke, edhe ta marish në si grua të dytë. Shqip motrën së nja marish, se kalun në Kur'an. Nanën së nja marish, po se po bashkësot u përmen në ders, gjuma. Po në Kur'an, angjëm, Kur'an, tezja edhe hala, nuk përmenden. E tash ti, nëse bazohesh vetëm në Kur'an, do martohesh me këtë grua, edhe dhe e marrësh si grua të dy tezën e asaj, ndëbohet një skandal. Tama. Apo një skandal tjetër, e përmendem këtu në dersa, apo vetëm 4 gjëra, thot Allahu Teala, janë haram në kitab, i përmendem këtu, më falni shprehje, nevoja e madhe nuk kalonte. Atëherë me këtë ide, me këtë logjik, të gjithë duhet lirisht e ne mund të hash diçka që, apo, e po tash, a kështu do i qasemi Kuranit? Prandaj ju lutem, ngjonja që këtë stil të Hoxhalekit, me qitape paranimje 400 vjetë që janë referuar ulema, e ne dhe shpëtojmë imanin me lene Allahut. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْإِغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. Ai pejgamber u alargon aty në peshën, barën dhe problemet që i kanë. Vallaj me pejgamberin alayhis salam i gjem këtë çaret këtë dinja. S'ki e mohabet me gruan, ndjeke sunnetin e pejgamberit. Do qetësohet situata në shtëpi. S'shkon puna mirë, ekonomike, familjare, ku e di shoqënore, ndjeke sunnetin e pejgamberit. Po me viti be neve shumica sot kemi problem me vitin duket. Vallaj ne veten se dum. E keni pa, ma para folshim me viti. E ne thushin budal ati që flet me viti. Shtemo kina nejs raspravna, qortojna me viti. A, be, gjybone me besim. Në lanë mend, gjemat. Në lanë mend. Ku o qetësia? Veshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po, a i në largon neve këto probleme. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. E ata që i besuan atij pejgamberi, elhamdulillah ya Rabbi. وعزروه dhe respektuan siç duhet atë pejgamber. ونصروه dhe i ndihmuan atij. واتبعوا النور الذي أنزل معه dhe ndoqën atë nur i cili zbriti atij, do me thënë Kur'ani Kerimin. أولئك هم المفلحون. Fiks që këta njerëz janë të shpëtuarit. Kul, tash Allahu Teala i thot pejgamberit, o pejgamber, ja juhen nas, thuaj, o pejgamber, o ju njerëz, inni rasulullah ileikum gjemian, unë jam i dërguar i Allahut për gjithë juve, do me thanë, jo vetëm për arabët, po për mbar muslimant në botë. Elledhi lehu mulku semavati wal ard, mund ka dërgu ai Allah, i cili e ka në pronën e vete këtë qiellin dhe tokën. La ilahe illa hu, s'ka zot tjetër përveç tij, yuhyi wa yumit, ai jep jetë dhe ai merr jetë. Sot një vllai dashur musliman me syt me lot kërkoi lutje, hoxha bëni dua sonte nders se baba jem nuk e ka mirë gjendjen, është gjendje kritike, është në spital, ndoshta sekondat bëhen fjalë. Allahu është ai që jep jetë, Allahu është ai që merr jetë. Ja Rabi, ti je shafi, ti japi shërim, hatri ati lotit që e derdhi ai vlla musliman, ja Rabi, pranoja lutjet edhe ati edhe neve, ja Rabi, ati zotni u jepi shifa, amin, Allahumma salli ala sayyidina. Edhe gjithë të sëmurve tan, amin. Atëherë, me që është kështu ki pejgamber, fe aminu billahi ve rasulihi, tash Allahu Teala i thot pejgamberit, thua ju kështu njerëzve, besojni Allahu dhe pejgamberit, ai pejgamber ishte en nebi el ummi, që s'ka shkrim lezim, elledhi yu'minu billahi ve kelimatihi, ai pejgamber vet njeri beson Allahut dhe fjalëve të Allahut, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dhe ndjekni atë pejgamber nëse dojni ta gjeni rrugën e drejtë. Po ashtu Allahu Teala, tema ishte ajetet në Kur'an, po edhe disa në Teurat që e lavdrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon tash Allahu. Surja Ali Imran, ajeti 159. Allahu Teala thot, estaizu billah, bismillah. Fa bima rahmetin min Allahi linta lahum.
për shkak të një rahmeti, mëshire që Allahu Teala ta ka dhënë në zemër, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Linte lehum, u bën i but me ato besimtar. Interesant xhamat. Nëse mund bësh i but me dënjanin, ta dish se pi Allahu te ki. Qa të shofni, subhanallah. Te fëmia si e shef. T'le pa gjumë derin 3, derin 4. Nuk shkon, le provoj njëni pi neve, njëni qetrin talon pa gjumë, apo njëni në saba nuk del gjallë, jo dihet, apo kur duhet shkojsh në punë të nesërmi. Ma ky zgjohet, qanë, vjellën, po, dvejnë vështirë, ama ndjesh knatësive kur qetësohen në fund. E nuk dvejnë i natë, shta e apëllë, gjumë i tonë më mla pa gjumë, unë duhet shkojnë punë, jo, gëzohesh elhamdulillah, kush ta jep këtë? Allahu Gjelle Gjelalu. E aj pejgamber, para mendoni qëfar mëshire ka pas për ummetin e ti. Dë vinë, inshallah, ta ndjekim këtë qitap, qëfar shembu ish dë vinë, subhanallah. E në mbas të i qitapi, mos bëjmi të dashuruar mbas pejgamberi s.a.s. Ja, s'ka shantë. Febi ma rahmetin min Allah i lin të lehum. Nga ju mëshira që ta dha Allahu, bëne i but me atë. Po leo kun të fedhan ghalidha al kalbi, për këtu del një parim, se Allahu Teala e din edhe të pamundshmen. Është një parim në akide, Allahu nuk e kryon, e një fuqia Allahut nuk ndërlidhet me të pamundshmen, ama e din të pamundshmen. Këtë duhet të adim xhamat. Allahu nuk e kryon të pamundurën, ama e din të pamundurën. Se Allahu është dijes i gjithçkaje, ama krijues i sendeve i gjithçkaje, po, ama ato gjithçka që janë të mundshme. Ama për ta ditë e din edhe të pamundshmen. Vetë Allahu Teala në Kur'an thotë, të kish pas në qiell zotnë, edhe në tokë që të rëzot, dhe ishin prish. Tamam. Delili të manu i thunë kësaj. Do me thanë, Allahu Teala thot, s'ka zot qetër, a është e mundur të ketë qetër zot e stakfirullah në qiell qetër zot në tokë, hasha, jo se kjo është shirk. Mirë po Allahu Teala e din se çka do kish ndodhur. Pejgamberi, a është e mundur të jetë njeri i vrasht, i sert, i pakuptueshëm, që ofendon njerëz, është e pamundshme. Ama e din, ti kishe qenë ashtu, len feddu min hawlik. Tamam. Pse të regova këtë? Kjo përgjigja që u jepet ateistëve kur të thësin Allahi a mund krijoj një zot tjetër. Çka di themi? Allahu Teala, fuqia e tij nuk ndërlidhet me diçka të pamundur. Nuk thush, nuk sën krijon. Sën krijon, Allahu çka do mund krijojë do të thosë. Apo? A e kuptojmë këtë? A mund Allahu Teala ta krijojë për një moment njeriu të jetë edhe i bardhë edhe i zi? Tosh ne pse i besojmë shumë Allahut, e dim shumë të plot fuqishëm, do të them po. Është e pamundshme njeri e i bardhë në i zi tjetë. Në momentin e njëjtë jetë edhe natë edhe ditë. Kur do të pyesë një ateist, Allahi jo të stakfirojë, si e kanë këto, a mund ta bëjë ditën natë për një moment? Jo ta ndroje pin ditë natë, ajo është diçka e mundshme. Ama momentin e njëjtë jetë edhe ditë edhe natë, se janë dy gjëra të kundërta. Tamam. Allahi a mund ta bëjë këtë? Kur do parashtrohet pyetja, do themi fuqia e Allahut nuk ndërlidhet me të pamundurën. Tamam. A e din të pamundurën? E din. Jasin këtë rast. Të kishe qenë i vrasht, i sert, i ngurt, len feddu min hawlik dhe ishin larguar musliman prej teje. Ato sahab dhe ishin larguar prej teje. Boli kanë gajlet e veta, edhe gajlet tuja me i ngju, dhe larguan. Piktu ka një isharet për ne hoxalarët. Një shok që ashtu më tha, hoxon fala, ma ne juve dum të shojmë si të përkryer kështu, kurse s'kini ju gajle. Kurse probleme ju s'keni, kurse gra s'keni, po, tamam, neve juve dum të shojmë, sikur veç me problemet tona të mireni, po ashtu është. Ashtu është, nëse dum me të vërtet jemi në hapat e pejgamberit a.s. Momentin kur gjoni nga unë, mi disim them, dhamin them, ta dini se nuk veproj si pas sunnetit të pejgamberit s.a.s. Po 5 vjet be xhamat Istanbul. 5 vjet, njëherë ja nuk thot, ka ma më dhimti. Po, stakfirullah më thonë, po, sheqerash, si i thunë, diabet, si i thunë, ishte hoxha jem. Po, shtypja nalt, po, sa here kemi pa i shtrirë doktorët vejshin, se, me një orë gjumë dit, e thirën me një qytet që këtë se arë kjo abo për mu, vërtet një ders i math, me një orë gjumë, të nesër mi të thirën ders me një ve, hiq pa fletë ma sa bajt, shkojnë ders, në dyzgje. Erth i ras kapitët, hyni në ders. Hyni në ders o xhamat. Do shta 4-8 saat u bonaj me një saat gjumë. E ne nuk në tha, rajnë një urë më dhem kraja s'kom flet. Jo! Pse? Në hapat e pejgamberit s.a.s. Se momentin kur bëhesh i vrasht, apo negativ kur je, ose pesimist, pak gjithë e bëhet, hadi, fundi mujt,
njerëzit me njerë largohen. Se njeri u don, nga i njeri që thot pejgamberi ka thonë, don t'ja largohe sikletet, don t'ja qetësoj shpërtin. Allahu këtë mezhlis e bëft ashtu, amin, ja Rabbi. Fa'fu anhum, atër fali ato besimtar, wastaghfir lahum, dhe kërko falje për ato, washawirhum fil emr, dhe dë njerë konsultohu me ato. Çfarë parimi mëson Allahu Teala pejgamberit. Kusho dë një njeri tjetër që mund t'i jape mente stakfirullah pejgamberit nëse nuk o pejgamber. Allahu Teala megjithatë ja na mëson neve një sunnet, na mëson neve një metodë. Kur të vendosim për diçka, konsultohu edhe me ata. Ulemat kanë thënë, nëse fëmia t'i bën 10 vjet, nëse konsultohu me atë, subhanallah. 10 vjet. Do me thënë, Allahu Teala urdhnon pejgamberin, konsultohu me shokët, fe idha azemte, e kur të vendosish më për një vendim, fe tawakkel ala Allahi, mbështetu te Allahu Teala, inna Allahe yuhibbul mutawakkilin, sepse Allahu i do njerëzit që mbështeten te ai. Imam Semerkandi rahimahullahu Teala thot, edhe pak edhe mbarim. Allahu Teala ua kujton muslimanëve në këtë ajet që t'ja dinë vlerën pejgamberit. Dhe ua kujton se atë pejgamber ua ka bërë shumë të mëshirshëm. Shif, ja ka dhënë një mëshirë speciale dhe me atë mëshirë pejgamberi u tregua i but me ato. Dhe u bë pejgamberi raufen lejin el xhanib, njeri i but. Lejin el xhanib do të thotë xhamat kur kaloj shumë mirë me një person, i shoqnushëm. Lejin i but, xhanib kur e ke një çosh të but. Hoxha më ashtu na thoshte, nëse duam të jemi halis musliman, duhet të jemi shumë elastik. Do me thanë, edhe na jepte një shembull pak më qesharak, vën njeri do të bërën në supe kështu, atin, me gjithë qëllësh, apo këto stilla që kanë tret, ti duhet të jesh aq elastik në atë moment me njerë të hiqesh, mo i pengosh atij që do të të bjerë ty. Lejin el xhanib faktikisht vjen që kjo. Duhet të jesh njeri i but. E shoj se ka të grindet me ti. Duhet dim në ta gjejmë atë metodë në fund të dalë razi pe te i but, qetësohet e ndaj në atë moment. Neve çka bëjmë? Hala pa e patat njetë paragjikojmë, kim duket, kje problem me mua, po, gjim qëllojsh, shto gledash, sidomos në këndi kacetin, s'ka e dim këta, tamam? Ene, ma pa ne ymeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i shoqërushëm ka qenë pejgamberi. Kur rish me atë, ajo butësia ati, kalon edhe të ty. E thot Imam Semerkandi, të kish qenë njeri i vrasht, i vështir pejgamberi, nuk do kish pas sahab, sa kishte treguat bi 100 e kusurmi sahab kanë qenë gjallë në vaktin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky mendim vjen edhe nga Imam Dahaki, që ka qenë një prej tabiinëve të mëdhenj. Po ashtu Allahu Teala e lavdron pejgamberin dhe ummetin, si tham në fillim të dersit, tash edhe neve do kemi pak hise. Allahu Teala thot, surja Baqara ajeti 143. Estaizu billah, bismillah. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Po ashtu, ne juve ju kemi bë një ummet, një popull mesatar. Do me thënë, në çdo punë do ta zgjedhim atë mesatare. As ta teprojmë, po as edhe ta lëshojmë. Çdo e rrugën mesatare. Ka hadith, khairul umuri awsatuha. Rruga më e mirë është ajo e mesmja. Pse ju kemi bërë ummet mesatar, li tekunu shuhada ala nas, që t'jeni njerëz dëshmitarë, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, edhe ai pejgamber t'jetë dëshmitar për juve. Tash fillojmë ta sqarojmë këtë ajet. Ebul Hasan el-Qabisi ka thënë, Allahu Teala me këtë ajet e sqaron vlerën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vlerën e ummetit të tij. Neve jemi ummeti i tij. Në një ajet tjetër Allahu Teala thotë: "Wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas." Fjalët e njëjta kanë. E tash dietarët kanë thënë, "Wasatan, ummet mesatar." Çka do thotë? Çdo herë janë të drejtë. Çdo herë janë të drejtë. Do të thonë rruga e mesme. Këndej zullum dhe bësh këtij, po këndej zullum dhe bësh këtij tjetrit. Drejtësia. Ki do midhnohet. Atëherë flas kështu. Ama ka ana tjetër edhe ki mund të tidhnohet. Atëherë folet vërtetë. Hajde. Ka del shpërti duhet foli. Khijaran çdo edhe janë njerëz khairli. O mes ja ndoshka. Es manga. Ndoshka. Halal kat me kat. On hashkë, hajde. Ta ndalim dersin se duhet vërtet, no. Allah I razi që I erdhe njën këta në vizitojnë, më falë se s'pashëm. Hes atëra, mund të përshëndetna? A shkësh?
Hajde në selam në rinë, në mund të Allah, të banë dua për neve. Hajde në selam aleikum. Allah i ka bo për shtesë. Allah ka dhe ka të subhanallah. Po mes konë sinceriteti i mezhlisit. Përveç babës, gjyshit, dajës, halës, a vaj njeri të të vizitoj. Subhanallah. Një hoqë thoshte, zemra em se ne duron islamit. Se komat zemra, thot, për ta duru islamin, në aspekt pozitiv. Ka do ndjenja e në do momente, shumë bukra islami. Thot, se ne duron, thot, mo zemra ime këtë. E kur se ne duron, kësha u sejlën ma pak asajt. Vlerat e haxhit. Shkoj xhamat dersi. A e mbajnë mend ku ishim? Po. Do me thënë vesatan, çka do thotë ymet mesatar, çdo herë të drejtë dhe njerëz hajrli. Po pse të jenë dëshmitar? Allahu Taala thotë që të jeni dëshmitar ju si ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në një hadith kalon kështu. Allahu Taala do t'i pyes pejgamberët në botën tjetër. A e keni bërë vazifen? A e keni bërë teblighin si duhet? Fe yaqulune, pejgamberët do thuajnë po. Ummetet e atyne do thuajnë jo, astaghfirullah. Sidomos për Hazreti Nuhin bëhet fjalë. Dë ndërhyje ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do me thënë neve, ti, ulema që kanë kaluar, stërgjyshrit ton, do dalim në rasat aty, do japim hesab dhe do dëshmojmë. Po, ja Rabbi, neve jemi dëshmitar se ato e kanë bërë vazifen e tyre. Po si? E kalon të në Kur'an. Se këtë pejgamberët e kanë bërë vazifen e tyre. Pejgamberi jonë ashtu në mësoj, se këtë pejgamberët e qunë deri në fund detyrën. Po ashtu, Allahu Taala thot dhe me këtë do të mbarëm. Wa bashiri alladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Surja Yunus, ajeti 2. Wa bashiri alladhina amanu. Përgëzoj o pejgamber ata që kanë besuar. Me çka përgëzoj? Bien lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Se botën tjetër te Zoti i tyre do ta kenë qadama sidqin. Do ta kenë qadama sidqin. Çka do ta kenë muslimanët? Neve do e kemi në botën tjetër? Çka do kemi xhamat? Qadama sidqin. Çka është kjo? Imam Qatadia, Haseni el Basriu dhe Zeid ibn Eslemi kanë thënë, qadama sidqin. Thonë përgëzoj ato se do e kenë qadama sidqin në botën tjetër, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kuptimi i ajetit bëhet, përgëzoj ato se do të kenë ty në botën tjetër. Në çfarë aspekti? Yashfa'u lahum, që do bëjë shefaat. Përgëzoj ato musliman që kanë gjunafe, dhe kuj ndoshta sot i hiki sabaj, dhe kuj ndoshta nesër dhe hike sabaj, dhe kush ndoshta hala do komplekse së një la shkoj, që si thash, matura, ajo, kjo, dhe një gjuna ka bo, përgëzoj atë se të ka ty në botën tjetër. Ama kusht, le të besoj aty. Le those la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E tash, nëse Allah u këshu i përgëzon muslimant, e neve tash t'jemi pesimist, edhe negativ t'ja hupim njerit, shpresat, për ja qëfar pejgamberi kjeve. Si pas imam Qatades, Hasenit dhe Zeid ibn Eslemit, ki qadame sidqin qenë ka pejgamberi a.s. Du djetarë qërë kanë thanë shpërblimi madh, pozite madhe në xhennet. Mirë po, edhe këto nuk janë pak djetarë. Bile Hasan el Basriu, radiallahu anhu, ka qenë pit mdhejve të tabiinve. Si bebe kur ka qajt, ka dash qumësht, nana e vete ka qenë hizmeqare e grua së pejgamberit sallallahu Ummu Selemes. Dhe kur ka qenë e zonët në baspunve, a ka nis qaje. Gruaja e pejgamberit sallallahu për ta qetësu e ka marrë në gji, që ta heshte. Dhe kitë ulemat e thuajnë që këtë. Atë bereqet, kitë këtë dije, këtë terbije që e ka, kitë e ka nga bereqeti që e ka pasat kontakt të vogël me gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ai njeri thot qadame sidqinin e keni botën tjetër. Kush është ai? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sehl ibn Abdullah Tustari ka thënë qadame sidqin është mëshira
e pejgamberit alayhi salatu vesselam për ummetin e tij. Ndërsa Muhammed ibn Ali et-Tirmidhi, nuk është ai Imam Tirmidhiu që e kemi dersin, por ky Hakim et-Tirmidhi, një tjetër që është imam i madh, dietar i sinqert, ka thënë qadem sidqin është pejgamberi alayhi salatu vesselam, i cili do të ndërmjetësoj për muslimanët, dhe këtë mendim e kanë edhe do dietar tjerë. Mirë xhamat, u bën disa dakika, mund ta mbarojmë dersin se afrohet edhe yatsia. Allahu Taala ju shpërbleft. Allahu na mundsoft me këtë qadem sidqin të takohemi në botën tjetër, të na bëjë shefat, po edhe ma pak gjunahet mundohemi, po edhe ma shumë ibadete, si ka thënë ati sahabiu, po unë dë mundohem të të bëj shefat, ama në ti ndihmo mua. Si të ndihmoj ja Rasulallah? Shtoj namazet ma shumë, shtoj seshdet ma shumë, na file namaz me fal ma shumë. Tamam. Tash sunnetin e yatsis, farzin, son sunnetin, salati vitrin, ma pa të mundohemi edhe namaz nate me fal. Me xhamat, Allahu Taala ma boft kabul këtë mund që erdhe deri këtu, po edhe vllau ton, pita shtemi ja boft kabul haxhin, të vije nga haxhi pa gjunafe, me hax me brur, edhe neve Allahu Taala na e boft nasib. Nëse keni doni pyetje, doni se të paqartë, mbas kamerës inshallah, lirisht mund të diskutojmë. Walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.